Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah në falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë dhe vazhdojmë edhe sonte me ligjëratën tonë të zakonshme dhe sonte të shpresojmë që ta plotësojmë dhe përmbyllim temën që kemi filluar të trajtojmë në shtundën e kaluar. Jemi duke trajtuar rrëfimin e Ibrahimit alayhis salam, i cili pat një sprov nga sprovat e shumta që i pat ky pejgamber i madh, dhe ndoshta kjo në shikim të parë nuk duket sprov e madhe, mirë po ai që mediton dhe ai që sheh mirë këtë sprov i duket se është nga sprova më të mëdha. Do të thotë sprov është që njeriu të polemizon dhe të kontestohen parimet e tij nga dikush që nuk ka parime. Të polemizon për një dije që e ka me dikë që nuk ka dije. Kjo është sprov. Për këtë arsye edhe dietarët e hershëm e kanë përmendur se sprovat janë të lloj-llojshme, mirë po ndoshta nga më të veçantat dhe më të posaçmet janë kur i dituri sprovohet me të paditurin. Dhe kjo është sprov, padyshim, nga se në sprovat e tjera njeriu ndoshta bën sabër ose ja del disi përmes mënyrave të caktuara. Mirë po, me i qëllu dietarit përballë një ignorant i cili edhe ka fuqi dhe ka pasuri, me të vërtetë është sprov. Andaj, sprovën e kësaj natyre kishte Ibrahimi alayhis salam, e që e kaloi me lejen e Allah xhallahu ala me sukses, nga se ishte i urtë dhe kishte sabër. Mbreti Nemrud, zullumçari i njohur, e thiri Ibrahimin alayhis salam në pallat që t'ia kontestonte besimin në Allah xhallahu ala. Madje ta vinte në sprov, duke i thënë se kë e ke Zot ti. Nga sa ishte mësuar që njerëzve pas çdo të mire që ua bënte, e që ishte detyrë e tij si udhëheqës i atij vendi, pas çdo të mire që ua bënte, e kishte zanat t'i pyeste njerëzit kë e keni Zot. Kështu ishte i kompleksuar. Çdo kë e pyeste kush është Zoti yt. Dhe nëmërisht njerëz ishin mësuar në atë retorikën e zakonshme, ti je, s'kem tjetër pos teje. Por ja që dolin njëri që do të thotë e turbulloi pak, në kushtim po flas në aspekt pozitiv, e turbulloi pak këtë do të thotë autoritet dhe këtë ndjesi të këndshme që e ndinte Nemrudi, duke thënë se Zoti im është Allahu. Andaj thiri Ibrahimin alayhis salam në pallat dhe posa i tha kush është Zoti yt, përgjigja ishte Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Zoti im është ai i cili jep jetë dhe ai i cili jep vdekje. Normalisht u gozhdua në përgjigje të parë Nemrudi, mirë po bëhej kënd se s'po kupton. Dhe dëshiroj që të bën një lloj lajke në debat dhe në polemik, duke viktimizuar njerëz të shkret. Andaj thiri dy nga të burgosurit e tij dhe tha ana uhyi wa umit. Tha edhe unë bëj këtë njëjtë, edhe unë jap jetë, edhe unë jap vdekje. Andaj tha ti je i lirë, shka. Dhe tha ja, i dhash jetë këtij, pata mundësi me e mbyt, i dhash jetë. Nësa këtë shkretin, këtë mbyteni, dhe u ekzekutua. Do të thotë, pse i pafajshmi që ky pushtetar zullumçar ta mbante autoritetin në nivelin e duhur. Andaj, kur e pa Ibrahimi alayhis salam këtë ignorancë, dhe kur e pa Ibrahimi alayhis salam do të thotë këtë lajk dhe pa këtë mendjelesi, i pa dy rrugë. Rruga e parë ishte që të vazhdonte në debat me të, e që do të thellojë edhe më tepër debate dhe polemika dhe do të zhvendosej nga
qëllimi kryesor pse filloj. Nëse pat mundësi me i thonë, jo, kjo s'është e që ne kam për qëllim. Me jap jetë i bjen kja, me jap vdekje i bjen kja, e ti se bën këtë, e pasaj me thonë, jo dhe në bëj këtë, do të thellohen detale, që dal nga dar shkojnë duke u zhvendos nga aja që kishin filluar. Dhe kur e pa këtë Ibrahimi a.s. se nuk është klima e përshtatshme për të vazhduar me debatin dhe polemikën, atëra i dha fund me një goditje të radhës, por shumë me e qartë dhe e kishte të pamundshme në emrudi kësaj radhe të bënte lajka, se ngushtoi në qash s'pat mundësi. Andaj tha, fa inna Allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Tha Zoti jam që unë kam besuar në te, e sill diellin ka lindja. E këtë ligj të Zotit tan urna, theje, dhe sill e diellin ka perëndimi. Në bëje që të qarkullon dhe të lëviz ka perëndimi në drejtim të lindjes. Zoti jam e ka bën ndryshe. Dhe këtu përfunduan gjitha lajkat dhe përfundoi çdo gjë. Fa buhita alladhi kafar. Allahu xhallahu ala thot u shtang dhe u mposht dhe u gjynjëzua ai që mohoi. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. E Allahu xhallahu ala nuk udhëzon njerëz të këtij lloji, zullumçar dhe kryeneq dhe inatzi. Dhe kemi thënë se ky tregim në ky rrëfim i Kuranit do të thotë me gjithë fjalët e pakta që i ka, është nga rrëfimet më të shkurta në Kur'an. Zakonisht rrëfimet një pak më të gjata, spaku 3 ajete, 4 i kanë si rrëfime. Ky është rrëfimi më i shkurt në Kur'an, 1 ajete ka vetëm, por që kemi thënë ka dobi të shumta. Disa nga këto dobi kemi shpalosur dhe kemi folur për to në takimin e kaluar, e për disa prej tyre do të vazhdojmë të flasim sonte me lejen e Allah xhalla xhelaluhu. Të ndërlozur e përmenda që në fillim se Ibrahimi a.s. u sprovua me një ignorant dhe provokohej niveli i maturisë dhe provokohej niveli i urtësisë e Ibrahimit a.s. A mbajti nivelin e vet Ibrahimi a.s. a para në nivelin e provokimit? Nuk ra nivel provokimit. Do të thotë pranoj që ta ndryshon kursin e bisedës, pranoj që të hesht përballë një mendeletësie të papar, gjitha këto i pranoj, por nuk pranoj me ran nivelin e tij. Dhe vazhdoj me urtësi. Prandaj të ndërlozër, nuk është më rëndësi si zhvillohet puna, qoftë debati, qoftë çka do qoftë në kësaj bote. A dini çka është më e rëndësishme për besimtarin gjitha situatat në jetën e tij? Më e rëndësishmja është që të jetë i shoqëruar me urtësinë kado që ajo të shkon. Nga se Allahu xhallahu ala ka thënë: "Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira." Allahu xhallahu ala thot: "Ati që i kemi dhënë urtësinë, hikme, faqad utiya", shikoj formulimin kuranor, "faqad utiya khayran kathira." Allahu thot të tillët gjithsesi, pa pikë ndyshje, mos u hamet një fare, se të tillët i kemi dhënë khayran kathira, mirësi të shumta, që të dyja të fjalë, edhe fjala mirësi khayran, edhe kathira e shumë kanë ardhur në formën e pashquar. Nuk mund është ti me i kufizu as me i shqu cilat janë, të shumta na i dim çka kemi dhënë. Kujt i ka pa Allah urtësi atë? Se po të kesh më thonë, i kemi dhënë el khayr el kathir, i kemi dhënë mirësi të shumta, dhe kjo është që shtot kuptimisht, mirë për kjo eli e kufizon, ja jap një orientim. Kur vjen e pashquar, disë është edhe pa kufizuar. Andaj khayran kathira. Ma khajra është aja që Allahu ta jap sekret dunjan me të dhonë. Qoftë të lavdatave, të autoritetit, e të qka të qoftë në këtë dunja që njëri mundet me e marra pëtër. Prandaj qka është urtësia, sikur që ka nënë djetarët? I ka 3 shtylla kryesore
që duhet të jenë prezent të shtylla gjithmonë për të qenë e mbajtur urtësia në nivelin e saj. Cilat janë kushtet e urtësisë? Ta bësh atë që duhet, dëgjoje. Kjo është hajri i madh. Ta bësh atë që duhet, në mënyrën që duhet, në kohën që duhet. Nga se ka mundësi me bë atë që duhet, por jo në mënyrën që duhet. Sa është urtësi kjo? Mund ta bësh atë që duhet në mënyrën që duhet, po koha nuk është. Në kohën nuk është koha këtash me vepru kështu. Gabim është, nuk është urtësi. Kur plotësohen 3 elemente, kjo është urtësia atë. Andaj i gjen të qarta, pa pas nevojë më u lodh me kërku. A dini do nga njëre do të teste logjike vendos në thonë gjeje këtë e këtë, apo gjeje këtë e këtë, dush pak mu lodh me kërku ku është, se po t'ishte e thjesht, s'kishte me qenë test logjik, e fshihim pak a që kërkohet, të dush mu lodh me kërku, mund t'jetë e përmbysur, mund t'jetë anash, por ti në bazë të logjikës dhe mendje përgjithësisht e gjen. Këtu në këtë rast nuk bëhet fjalë për këtë test logjik. Është e qartë, urtësia e Ibrahimit alayhis salam e ka bërë atë që duhet, në mënyrën që duhet, edhe në kohën që duhet. Prandaj, ajo që e marrim këtu është urtësia e Ibrahimit alayhis salam. I se në këtë rast përballë ti zullumçari, edhe përballë ti provokimi, absolutisht do të thotë nuk i shmanget urtësisë dhe nuk i shmanget maturisë. Andaj të ndëllëzër, Allahu xhallahu pejgambert e tij, sikur se kemi thënë zakonisht, nuk i ka dërgu pralla me kallëzu. Nuk i ka dërgu që na mu kënaqë të ndëgju për ta. Po kemi përgjegjësi për ballë të rasteve. Shikoj Nemrudi, zullumçar, dhe ka bërë mëkatin më të madh në fytyrën e tokës. Ka pretenduar se është krijues. Kështu s'ka pas në historia të. Ka pas që kanë pretenduar se janë zot që duhet me adhuru. Po të thasë se unë krijaj, kështu s'ka qenë as Abu Lehebi, as Abu Jahli. Prandaj thuhet se Nemrudi konsiderohet nga zullumçarët më të mëdhaj, nga se pretendoi atë që askush nuk e tha. Uhi ve umit, unë gjalli dhe jap jetën edhe unë jap vdekjen, këtu janë cilësitë e rububietit. Cilësitë e asaj që veçohet Allahu me qenën e tij. Ta adhurosh dikë tjetër pas Allahut, edhe kjo është shkelje. Por realisht është nivel më të ulët se sa ta bësh këtë dytën duke e shkel edhe të parën Allah në ruajt. Përballë të zullumçari, përballë këtij kriminali, përballë kësaj shkelje, përballë kësaj mendelasie, shikoj çfarë tha. Në rregull, po thu kështu, vazhdojmë dytën. Çfarë urtësie, çfarë maturie. Si është dash mos sill me Nemrudin? Mos thuaj dhe mos leja me të shkumenja se Ibrahimi alayhis salam ja kishte një 2 fjalë po u tut. Mos thuaj këtë apo. Apo nga se vetë sa u dal pi zjarmit apo. Vetë sa ka dal pi zjarrit apo. Andaj gjitha mund t'i themi, po nuk mund të themi se u tut Ibrahimi se ka pas çka më i thon apo. Jo. Kjo ka qenë rruga e Ibrahimit alayhis salam, s'ka të bëjë me frikë. Maturia dhe urtësia dhe sjellja korrekte është shenjë e qartë e pejgamberit Allahu xhallahu. S'është kjo frikë, absolutisht. Nga se që ky Nemrud ka urdhnuar me hudhën në zjarr. A ka mazi se kaq më apo? S'ka valla. Hudhën në zjarr dhe diqna, harriquhu, diqna. Kështu tha Nemrudi. Fa anjahu Allahu min an-nar. Dhe Allah e shpëtoi nga zjarri i xhenemit. Nga zjarri i Nemrud duhet, me shpëtoi Allahu xhelal nga ky zjarr. E shpëtoi. Si do të ishte në këtë rast kënaria dhe bindja e Ibrahimit alayhis salam, para mendoni po dal nga zjarri pa asnjë shenjë, pa asnjë ndikim të zjarrit, e që thuhet se nuk ishte zjarr i rëndomt. Ishte zjarr që diqte dhe shpendët në fluturimin e tyre. Aq lart shkon te zjarri apo. Nuk ishte zjarri i thjeshtë. Për këtë arsye nuk e futën Ibrahimin alayhis salam për dorë.
si mi aqil derën, jo, e hodhën me katapult nga largu, parano qëfar zjarë ishte, jetëti me këtë zjarë pak. Dhe nga kjo zjarë, doli Ibrahim a.s. triumfues, duke ju thënë, po thëmë kushtimisht duke ju thënë, duke nënkuptuar, a ju këmë thonë që mos e provokoni Zotin tem? A ju këmë thonë që shkjo Zotin jam? Prandaj nuk muni me djegë me zjarën e Allahut, ati zjarë që Allah i thëtë banu i ftov dhe shpëtimtar. Nuk muni shë Allah. Nga kjo zjarë dul. Prandaj kënaria ti, guximi ti, bindja ti është shumë me madhe tash. Nga se edhe pejgamberët Allah Gjallahu shtohet bindja. A tha Ibrahim a.s. O Zot, erini kejfe tuhi il mauta. Tërgom o Zot si në gjallë dekrit. Tha e fela tu'min, sa nuk u besana? Tha bela, si jo, unë e përbesaj. Walakin li jatë me inë në kalbi, që tërsisht në pushon zemra, do të arri kulmin e bindjes. Andaj Allah Gjallahu ju përgjigj. Dhe kjo ishte një nga ato që arriti kulmin e bindjes. Prandaj nuk ja tha ato fjalë që të shkon mendja mja thonë se ishte zullumçare, kishte frikë ose ruaj. Gjitha këto ishin tash në këtë rast të pa, do të thotë jo prezente, inekzistence. Si ishin këto? Por Ibrahim atë mos sill me të kështu nga se synonte me këtë diçka për te i kësaj ato. Tjetër që mund të nxjerrim këtu të ndërlozur është edhe i njëjti rast me Musa alayhis salam. Çfarë i tha Allahu xhallahu Musaut alayhis salam dhe Harunit alayhis salam? Tha shkoni te faraoni, innehu tagha. Shikoni çdo shkruajnë Kur'an ka rëndësi, duhet me meditu. Allahu xhallahu tha shkoni te faraoni, innehu tagha. Shkoni nga se krejt kufit i ka kaluar. Por në kur i gjithëmshirshmi thot e ke tepru. Shko te ai atë. E kur shkoni te ai fekula lehu, thuni ati që ka tepru, edhe ati që po marr guxim me i thon vetes se është Zot që duhet madhru, këti thuni qawlan layyinan, fjalë të buta, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Subhanallah. Allahu po tha thuni fjalë të buta, thuni fjalë të mira, formulën e mirë që ka keni me i thonë. Nga se ka mundësi që i bën dobi për kujtimi edhe yakhsha, ja ka dronë Zotë Gjellë Gjellaluhu. O dhe këto s'po e thët Haruni Musës, njeri të apëtën. Unë e të thëmë ty, thuj do fjallë të mira, nështë të dënë Allahu. Edhe i thëtë, jo Allah, ma murë meni Allah, pas në gabu, për shemë Allah, une. Po Allahu Gjellaluhu, Allahu Gjellaluhu po thëtë apëtën. E Allahu kërët nështë, a është kjo nështë e jona? A është kjo nështë e jona? Allahu po thëtë, ndoshta merr mësim i faraoni ose ja ka plën zemrën frikën ndaj Allahut. Po s'ndodhi kjo apo. Ata ja thanë që ato s'ndodhi. E kjo la'alla që ka Allah ndoshta kjo është për hamendje për çka është? Ja kjo është për bindje apo. Fjalët e juve ishin rregull. Sa për fjalët juve kishte më uzu, çashtu që tha Zoti xhallahu ala. Pa i ka pas një pengesë ka që pengon të udhëzimin, s'kishte të bënte me juve apo. Prandaj të ndëllozër, për të ndezë shkëndize e udhëzimit të dikush, jënë dy komponente. Komponenti i marrjes nga jashtë, për këtë jemi ne përgjegjës, dhe komponenti i pranimit që na nuk edhim që ka komrana e din Zoti pse s'po ndodha. Andaj Allahu xhallahu e tha, ti bëje punën tënde o Musa, ti punën tënde bëje sillu mirë, nga se kjo është element i rëndësishëm me e zbut edhe dikës i faraoni. Po o Zot nuk u zbut, nuk ka për shkak të fjalëve tua tash, është për shkak të diçka tjetër atë. Që kena me sëru në fund të këtij dersi, e që kështu edhe Allah e përfundoi tregimin e rrëfimin e Ibrahimit e sa më tha Allahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Ja zullumçart nuk i uzon Allahu xhalla xhelalu. Është pengesë. Ama ti thuj fjalë mira. Ti mos u bë ti pengesë e udhëzimit dikujt. Ti mos u bë pengesë e kuptimit të drejtë të fesë së dikujt. Ti mos u bë pengesë. Por në qofë se ti ndje këtu udhëzime dhe këtu mësimet Allah xhallahu ala dhe nuk ka rezultat, mos i kontesto kur udhëzimet, mos e kontesto kur urtësin,
mos e kontesto kur bujarin, mos e kontesto kur butësin dhe mirësin, kur mos e kontesto? Nga se ti ke bëra atë që është kërku për teje. E ndërsa rezultati e ka dhe një pjesë tjetër që duhet më përmbyll, nuk është ndorën tënde. Atë e ka Zotë Gjellewala ndora pëtë. Atë e ka Allah ndora pëtë. Prandaj kur pejgamberi s.a.s. jep të mundin maksimal, përpiqje maksimalisht, deri në atë shkallë sa që dhe ngarkuaj për te i mundësive të ti, për uzim njerëzve, i tha Allahu, inneke la tahdi man ahbabta. Jo, ka dalë, mos jap shumë zërë, ti sunu zënë këndën ti. Apo ajo që ti po e bën është një pjesë është një pjesë e udhëzimit dikujt. Është një pjesë tjetër që ti nuk e sheh. Ti nuk e din, ti o Muhammed alayhi salatu wasalam. Ti nuk e din. E nëse ti nuk e din, e tjerë që e dini, jo dhe maqë nuk e dini. Ti nuk e din, pse o gjëjë të Abu Talibi, të ka një mu shumë për këtë feja, ma që ka shku në ryshe për kësaj dunjaja. Ti nuk e din këtë punë. Allahu Gjallahu Ala la yus'alu amma yaf'al. Ai nuk pyet çfarë bën. Nuk jep Allahu raport krijesave të tij, e pse o gjëjë ti e baba i tij. Na s'dim për këtë. Andaj ne duhet të ndikim rrugën dhe metodën dhe atë që Zoti Gjallahu Ala ka kërkuar për neve në suazat të urtësisë, në suazat të butësisë, në suazat të maturisë, ndërsa rezultati nuk është në dorën tonë. Dhe pika vjuse të ndërrozër ka të bëj me komplet, do të komplet debatin, komplet polemikën. A këshum pas mundësi që me marë këtë rast të Ibrahimit a.s. dhe në kuadrë të asoj që u zhvilluan këtë rrëfim, me nxirr disa pika që përbëjnë metodologjin e Ibrahimit a.s. në polemikë. Ase kena nevoj shumë me pas metodë në debat, edhe në polemikë. Apo shumë kena nevoj. Në qëfar dëllë i rafshë, në qëfar dëllë situate, ku do qoftë, shumë kemi nevoj. Po ja po e marëm këtë rrëfim pra, shambull më të mirë s'kemi, se Ibrahimi a.s. Nëse do të përpiqeshim me meditim, me studim, me hulumtim, do të na delshin shumë pika. Unë i kam përmbledh në 5. Në 5 shtylla që e përbëjnë metodën e Ibrahimit a.s. në debat. Mund t'jenë edhe padyshim, edhe shumë më tepër, por mendoj që me një meditim dhe hulumtim, këtu na dalin përpara ata. E para të ndërlozër, tash Ibrahimi a.s. po ta mëson metodën. A është i suksesshëm Ibrahimi a.s. në debat? Që e mërmenja? A është i suksesshëm? Shumë i suksesshëm. Nuk kontestohet suksesi tij në atë. Andaj trajnues më të suksesshëm, më efikas, për me të mësu si me e mbrojt bindjen tënde dhe si me debatu me dikë që i konteston bindjet e tua, mësus më të mirë se Ibrahimi a.s. nuk i jepta. Dhe kjo është shkollë e madhe, pa dyshim, por ne dëshim të i përmenim 5 për tyna. E para është kur Ibrahimi a.s. debaton dhe polemizon të me mretin. Qëka ishte synimi? Ky me bind këtë ose ky me bind atë? Do të duaj bindje. Ibrahimi a.s. të ndërëzër synon të bindjen përmes argumentit, përmes fakteve të pamohueshme, përmes, do të thotë, argumentive të qarta. E çka nuk kupton me përdor në debat argumentet ose me përdor diçka të paqartë, për shembull, nganjëherë ndodh që ne me bind dikën për diçka madhore përmendim prallë. Ka ndodhur një herë që shtu hapta. Pralla edhe tregimi nuk përdoret në debat me bind dikën. E kuptuat? Atë prallë tregim caktuar filoni që shtu kon, unë më ju kallëzoj juve masi kum kallëzuar rregullin në bind, tash si një lloj freskie për këtë që tham, është mirë, një rast është i mirë. Por jo në debat. Jo në debat. Jo për shembull me kallëzu në atë flakën e debatit, po që kushtimisht
ku me të vërtet fërkohen atje bindjet e caktuar, duhet me bind palën tjetër, dhe ne përmendim për shembull një përvojë të neve në apëtën. Mund që më ka ndodhë. Këtu s'ka përvoja, këtu s'ka pralla, këtu s'ka tregime, këtu s'ka fabula, e ka hungur, e ka Luani, ka thonë këtina, apo këtu s'ka kështu, këtu ka fakt, ka argument. Inna Allahe juhji wa jumit, e qartë. Allahu jep jetë edhe jep vdekje, s'ka këtu pralla. As ka këtu kur fargjegjeze që duhesh me menu 10 vjetë, shumë e qartë. Ya'ti bil-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib, e qartë. Allahu xhallahu ala vjen dhe sjell diellin ka lindja, sjell zotni ka perëndimin mësh, sjell. Andaj me argumente, bindja bëhet me argumente. Mas pari për ty, pastaj me bindi kon tjetër. Nëse në veprimet tona nuk jemi bind në bazë të argumenteve dhe fakteve që ndryshme, mos i thuaj asaj që te ndin bindje. Se ku qëndron e pra? Nëse nuk është ndërtuar në fakte dhe në argumente. Andaj Allahu xhallahu ala çfarë thot? Kur na mëson me debatu, qoftë me i thartë e librit, të cilët e mohojnë Kur'anin, e mohojnë Muhammedin alayhis salam, qoftë me këtë tjetër, çka thot Allahu xhallahu ala? Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Leni këto, na jemi të zgjedhurit, na jena pasur të Ibrahimit, lej këto, hatu burhanakum. Sill një argument, fakt, in kuntum sadiqin. Në qoftë si një të vërtet na që po të. Fakt, argument bjerë. Lej këto, unë më konë pasartë i kom pasën e kështu të gjysh jam kër e ka bohe, lej këto sana. Këto së janë pjesë për bërës e debatit la. Sjell argument, kul hatu burhanakum, sjell argument, in kuntum sadiqin, nëse një dëvërtin nga që përthuni. E qartë. E dyta është se Ibrahimi a.s. të ndërëzër në këtë debat me gjithë, më falë një veç, pa lidhje që falë të Nemrudi, me gjithë mendelesin, me gjithë ahmaklëkun që e thështë të Nemrudi. Kjo ahmaklëk është kjo. Thot njeri une e në gjallit i kënë. S'ka insan, iblisi s'ka thonë kështu. Kjo është idiotizëm. Me gjithë këtë, Ibrahimi a.s. po e lenë me folë dhe në fund. Kërë e mendimin të në tërë. Edukata, mirësjellja, pritë me përfundu mendimin, le të krynë. është mendim palidhja, është mendim idiotesk, është mendim i çmendur, kryja. Tani na vazhdojmë apo. Kështu edhe kemi thënë disa pejgamberi sa paramendo kur ka ardhur te Ibn Rabia, që ka ofruar pejgamberi, po këtu oferta ty më të dhon ti i nënçmum ndihesh Allah. Ty më të dhon, mu. Marr sot dikush më të ofruar që ai ka ofruar te Ibn Rabia, pejgamberi sa ti ndihesh i nënçmum. Parna dikush më thon. Apelen namazin, mos u fal. Le namazin në paq, namazin për shembull se ki nevojë me lut Zotin, me të martu Allah me një vajzë të mirë të bukur, ta gjojmë na, le duan ti. Pat hala para me ta gjetë Zotin ta gjojmë na atë. Nisi tu fal që Zoti më don parë ose po mendon se po t'japin parë, mos u lën se s'po japshin parë. Hajde na japëm parë. Apo na japëm parë, na dim kush jep parë. Hajde na japëm parë. Mos u lën më çun pesa ba amonit ose po mdhimesh vallë se u mrdhive dimë të marr abdes. Dikur çështë më thon atë. Ose më thon ka mundësi që edhe Allah ke lut. A quhet insonin 4 sa pa më fal Allah. Bëha kje ke lut. Ani le vlla këtë punë, hajde çojmë te mjek, çyrë na mos u bë të lashë, na kem gjafshëm spitale çojmë. Me ton çu dikush për njerëz apo. Çysh njesh apo, a thosh, shoqë që kam kësi shmeq që shoh sumlën keq mua, a thosh këto? A njesh në çum valla? A njesh për buzëm? Ti çaj do, ai në mend ti, ai normal ti. Ose çka dim na më thon për tjera valla. Apo çka i thosh? Se lazë me përfundu Allah, hala pa si t'janis, ka blokada me vazhduar. Nësot bëj bërëbia, po vjen qabe,
tek pejgamberi alayhi salatu wasallam, edhe po I thot apo. Subhanallah, wallahi veç me përmenu të pëlqet zemra për mërzia apo. Mi thon Muhammedit alayhi salatu wasallam, nëse ki për një gru ta gjojmë na la ilaha illallah apo. Mi thon pejgamberit njërit më ndershëm fytyrë toke, wallahi billahi nuk ka më të ndershëm, më të moralshëm, as në tokë, as në qiell, se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka më të ndershëm, nuk ka më të turpshëm, nuk ka më të sjellshëm se Rasulullah alaihi salatu wasallam. Këti njëri marrë me I thonë, nëse e ke njës këtë punë, misionit, nëse jetu nga thonë la ilaha illallah, pëse po të shkojnë sy të një gru, kalzoha burë të gjojmë grun. A din që ka kjo Allah? Ja, vëq pak më bërë mëna, të pëlcet zemra për mërzije më Allah, qëfar nivelli të mendje e lecis mundet më ra njeri. Pa I thuhet kjo pejgamberit alayhi salatu wasalam Allah. A I thuhet kjo. E tjera. Gjitha këto po I thuhen. Ndërsa I po shikon në fytyrën e Utbe ibn Rabis edhe po dëgjon me vëmendje. Ky është burri I madh Allah. Ky është burri I madh. Dërgon mesazhe qarta, pa fol fare, se kam personale apo. Me pas personale dy fjalë si kishë folë të qitash apo. Me kon unë për mua po. Ama unë e kom te I kalu vetën time. Tash punoj për mision. Godit në mua sa dush, më rëndësi është flasim për misionin. Këta janë burrat e mëdha. Kanë anashkalu dhe kanë te I kalu vetën e tyre. E ndodh që fatkeqësisht ne për me mbrojtë dhe me triumfu unë I unë, nuk pritoj me përdorë dhe fejnë tonë fatkeqësisht. Veç, domethënë, unë e mos më shkela. Kjo është më e keqja. Si kurse ka thënë Fudhal ibn Iyadi rahimullah, ka thënë, fitimi më I keq dhe më I zymt që mund njeri me fitu në fytyrë tokës është me fitu duke mashtru tjerët për mes fesë Allahu xhalla xhelalu. Kjo është më e keqja, Allahu na ruaj. Në fitim së rrejt para, me fitu njëri autoritet, me mbrojt vetën e ti, duke vendosi parzmoret të ti, mbrojtëset e ti ka fenë Allah Gjellewala. E ka për hakmarje, ndërso bën debat në emën të fesë. E ka për nënçmim të tjetrit, ose ka zilin dhe tjetrit, e qysh me erdzu, hajde për mes fesë, se mund t'je qekani me I fort, me e godit diken feja. Andaj, pejgambert Allah ishin tjetër. Ata e te I kalun vetën e tyne, ishin përmi vetën e tyne. Këto që pëjtët Utbe ibn Rabia, a ishin për Allahun, dhe fenë e ti a ishin për pejgamberin e sëmë. Ishin për pejgamberin e sëmë. Për dhe sa është për te, ajo a falte. S'prish pun. Edhe atë magjistar, edhe atë s'ka gajle. Ai nuk mire me fjalët e ty në Allah. Nuk mire I fare. Ai vazhdonte me misionin. Ju të regon të qartas se përderi sa godetin mua personalisht në pamundësi me I gjetë diçka, misionit tim, unë e shumë rahat jam apëtën. A patën një ditë për ditëve, kore ishte Mekës, ata për me I gjetë pejgamber dhe somë të meta, se së është pejgamber, ata e din që pejgamber, pas që u bojke shpirti me përmu që pejgamber, qëfar bënën? Shku në Medine. Hala, pa shku pejgamber në Medine, I në shku kore ishte Medine. Pse? Ate ishin qifotët. Ata këshin dije për pejgamber, këshin Tevratin, ata dishin dhe Injilin, ata dishin shumë puna pejgamberve. E Kurejsh dhe Mekës ishin një dhujtar, ata ishin ignorant për të punë. Shkuan me I pyet hebrejët çka duhet me vetë, diçka me nxon ngosht. Do thotë, ata e panë që këto fjalë magjistare, zullumçare, I çmend, s'kishin punë këto punë. Dashtë me gjithë diçka që godasin mision, që ta zhvendosin vëmendjen e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Nga se nuk zhvendosej vëmendja ati kur prej këtaj personalisht apo. Nuk zhvendosej. Andaj I thanë pyetën për këtë, u kthyn me pyetje edhe për to ta përgjigje, edhe u kry kjo puna. Pyetje për Kahfin, jo një përgjigje. Allahu zbriti surën Kahf. Apo pyetje për këtë, përgjigje, pyetje për atë, u kry puna. Andaj dëgjoj deri në fund. Tregoj se do të thotë arma e provokimit edhe lëndimit, do të thotë nuk do të dhejtë kësaj radhe nga se misioni është për mi çdo kënd për neve. Argumente dhe fakte dhe vërteta. E treta që mund ta marrim
nga kjo të ndërlozër është se Ibrahimi a.s. kështë parasysh nivellet e njerëzve. Ndryshe sillte argumente për mbretin, e ndryshe sillte argumente për miletin. Apo? Mbreti tha, Zoti jam është ai që bën kështu. E çfarë i tha miletit? Aty në ndryshe i tha. Aty në i tha, a këtë hanën pa adhuroni, apo? Hajte hallon që ta pa adhuroj. Po kur dul dielli, tha jo hana s'm pëlqen. Unë do të madhuru diellin, hadha akbar. Kjo është më i madh thon. Ta deshti më u provoku me nivel tyne. Ky është niveli tyne. Ja urzoi idhujt me sapatë dhe la sapatën te i madhi. Kur than men fa'ala hadha bi alihatina, kush e boni këtë zez me Zotin aton. Çfarë tha Ibrahim sa tha? Ai madhi ka bu. U idhnu diçka e kanë prish edhe këtij i ka ratuar. Kështu është niveli tyne. Andaj, duhet me pas parasysh, jo çdo kush e ka dilemën e njëjtë. Jo çdo kush e ka pozitën e njëjtë. Jo çdo kush kupton me të njëjtën gjuhë. Një si fol në nxënësi, një fol një profesori, një mjeku, ka dallon e dilema dallon. Pra nuk mundesh copy paste mi bë dilema ta thon. Apo e ke ngu dikon atje ka reagon dikujt, e ke bë copy këtë zban. Ata dietar kanë thonë dietarët, ondrën mund me pa dy njerëz, të njëjtë në ondër, komenti ka ndryshe. Ondra. E lemo dilema apo. Mund të jetë ndryshme, ka dal. Njihja personalitetin e njerit, njihja mentalitetin, njihja burimin e dilemës, e pastaj reago. Tjetër që mund të marrim këto është se Ibrahimi a.s. të nderuar vëllezër dhe motra, dinte çfarë argumente me përdorur sikur thash. Andaj i sjellte argumentet sheriatike përmes argumenteve logjike. Këtu Ibrahimi a.s. nuk tha, kur e veti kush o Zoti jot, me thonë Ibrahim a.s. ka thonë Allahu në surën kaq që kjo Zoti jam. Jo se shef Nemrudis një sura as një ajet apo. Apo? Mirë po as nuk e anashkaloj argumentin sheriatik që me përdorë diçka logjik. Jo. Kjo është mjeshtria e dikujt apo. Që argumentin sheriatik me e prezentu në aspektin logjik. Që kjo është e fortë apo. Andaj tha inna Allaha ya'ti bish-shamsi, Allah e sjell diellin. A ka thënë Allah shumë Kur'an? Po, ka thonë. Mirë po e prezantoj me pjatin e logjikës dhe arsyes, nga se kështu kupton te ai. Andaj ti sjell nga njëra argumente shkencore, argumente caktuara, po vërteton njëra ka thënë Allah shumë Kur'an. Mos e mbroj Allahun xhallahu ora me ato që Allah s'ka thonë. Prandaj argumentet logjike duhet të verifikohen një herë. Argumentet shkencore duhet të verifikohen një herë në referencën e shpalljes. Në qoftë se i verifikon shpallat në rregull është, përdorja atë. Kjo është më rëndësishme. Andaj kjo është mesatarja. As nuk e përdorim veç logjikën se marrëm me thon ka thënë Allah pejgamberi, dhe kjo është ekstremizëm. Injorimi total i shpallës është dalje e skajshme nga e vërteta. Dhe gjithashtu veç ajete dhe hadith. Unë se të shka s'di apo. Po që ajo nuk ka për të tonë. Edhe kjo është e skajshme. Mesatarja është ajo që e ceka apo. Përdorimi i argumenteve të shpalljes, por nga njëherë përmes çkafit. Përmes, a ke pa, unë e po flas, edhe me largu këto në foli, edhe më këse foli, edhe më këtë mbrash foli, mirë po kom përzidh mjetin për muni ma mirë, apo, kjo s'po fol, kjo s'flet, po unë e flas përmes të jepëtën. Prandaj, përcelle mesazhin e Islamit përmes dy pika. Kësaj profileve ndryshme që ti ki, mundon me e modifiku dhe me e përshtat argumente logjik atij që është fetar. Legjitimoj argumentin dhe pastaj përcjell atë. Prandaj është më rëndësi këto mi ditë. Për shembull, sa ka zbulime që tash dalën mrekullia shkencore e Kuranit në shumë rrafshe. Edhe në gjeografi, edhe në biologji, edhe në kimi, në fizikë, në medicinë, shumë tjera. Vetëm aja që ka dalë për embriologjin, janë mahnit shkencëtarët e embriologjisë. Çfarë ka thënë Kurani për formimin e fëmijës në mitin e nënës apo? Janë mahnit, ku aja? Ana një e mirë. Po jo argumentet e gjysta me kesh hallkën me ty apo? Me pru diçka që as se një shkencë, as se një feja vëllai.
të mendoj që është argument shkencor, verifikoj e mirë, vërtetoj mirë, qase këtu ka nevojë për vërtetime, jo gjithkusht dhe me përcjell argumente shkencore. Na mundë me dhuni zbulim, themi shkencëtarët e kanë zbuluar diçka, po duhet me kthyer para kësaj që kanë zbuluar, se ndoshta bëhemi çfarak me njerëz apo. Kishë njerëz, kush ka zbuluar këtë? Jo Allah, se ka lexuar pi fillimit, janë të thonë që e kanë rrezu këtë zbulim përpara apo. Ti të fol për ish zbulimin apo. Ose më shoh, andaj një e mirë dhe përdor argumentin logjik, dhe argumentin e arsyes, dhe argumentin e shkencës për ta mbrojt argumentin e fesë. Dhe e pesta që na del shesh nga ky debat është krenaria dhe qëndrueshmëria e Ibrahimit alayhis salam. Kjo është shpesh e duhet. Apo në qoftë se vrejet një farë lloj labiliteti, vrejet një lloj që s'ka ka i bindur vetë në vetat, apo atëherë nuk mundesh me bëu debate nuk mundesh me shku kërkon apo. Me komplekse s'u ndal me mbrojtje në Allah xhallahu ala. Nuk mundesh. Me ngarkesa caktuara kështu me radhë. Prandaj Ibrahim sa më tha, Rabbi, Zoti jam, po jemi, çështo bën ato. Me plot kënaqëri dhe bindje. Hiç pa ndyshje, as pa frikë, tha Zoti jam, çështo bën. Rabbi. Me bindje dhe kënaqëri ato. E këtyre 5, domethënë të ndërlozur 5 ndoshta shkëndijave që dalin nga ky debat dhe polemik e Ibrahimit alayhis salam, ja ku shtu dhe 5 tjera që janë të përgjithshme s'dalin nga ky rast, por e përbëjnë 10 që interesante të disa rregullave që kanë të bëjnë me debatin e polemikën pasi që jemi te kjo tema. Andaj ato 5 që përmendeshin të lidhura shumë më tepër ngushtë me vetë rastin e Ibrahimit alayhis salam. Po janë 5 tjera nuk dalin jashtë tyne, por janë më të përgjithshme. Cilat në ato afër? Që duhet mi pas parasysh në çdo debat e çdo polemik apo. Në çdo polemik që bëhet apo. Kanë thënë dietarët kështu. E para e këtij 5 si dytë është kanë thënë nëse transmeton atëherë përmboju saktësisë, ndërsa nëse pretendon përmboju argumentit. Çka nuk kupton? Nëse thu ka thonë filoni kështu, ka thonë këtë dietar, apo atëherë është rregull dhe shtyll e një polemike të mirëfillt ti është i sakt në citim, e që jo randor vallaj citime të shtrembruara e të ndara nga konteksti i tyre s'kan lidhje me ato që ka dikush, e kështu më veçanërisht kur bën shkputje sikur se kam thënë të fjalëve apo të ligjëratave të hoxhallarëve ato. Është thënë një fjalë, po në një kontekst shumë më gjon, që ai kontekst jep kohë kësaj shkputje. Ti e vjen edhe nga konteksti. Nuk është kjo saktësi në citim, që ti po e deformon citimin. Prandaj nuk duhet gjithkur me citu. T'ja u bini shembull. A i keni po në Kur'an, kush dhe me lezu Kur'an, nalt mbi ajete janë ndëshkronja, la, kaf, mim, janë ndëshkronja dvogla. Çka janë këto shenja? Janë shenja që të udhëzojnë si me undal dhe si me vazhdu leximin. Pra një prej kaptinave gati më të rëndësishme të tajvidit, të leximit të Kuranit ka dietar është el waqfu wal ibtida. Ndalja dhe fillimi, ku nalesh dhe si fillon leximin, kjo është shumë e rëndësishme. Kush do të më avancu në lexim atë? Atë s'mund të më marr me shkput ajet ku dush ti, ka dal. A është konteksti? A është apo lidhet apo e citon tamam fjalën e Allah xhallahu ala? Ka shumë mund të marr me ton argument. A thot Allahu në Kur'an, "Wailun lil musallin." Mirë për ata që falen. A thot Allahu në Kur'an, thot kush e mohon del pi feja Allah. Se kjo është ajet. Mirë po a guxoj me citu që ka që Allahun? Zguxon. Nga se kjo është citim i deformum. Allahu xhallahu ala thot, "Innehu laqawlu rasulin karim." Ky Kur'an është fjalë e të dërguarit fisnik. Domthon që argument në Kur'an që fjalë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jo, ka dal, s'ban në shkpush o citim.
Nga se Allahu xhallahu ala thot për dikë tjetër këtu në një tjetër kontekst që duhet me marrë tërse, prandaj është më rëndësi. Ja dhe një fjallë të hoqe mere edhe shkute, ku ka qef a i vetë, ku i tingla ti mas miri, që ashtu të qëtë? Po ka dalë mërëllo, ka dalë, se duhet me pasë parasysh kontekstin, fillimisht kohor, jo në gjdo kohë e njëjta fjallë është njëjtë, apo? Në gjdo kohë. Në sabat i kush me thonë mimrama, që i thush? Thush, kjo ka, fjallë mimrama është e keqa, bale mirë është, për shëndetë, për gjatash, jo mirë është mimrama, po dhe 7 satët me prit me thonë dikujt që këtë fjallë, se problema, pëtën. Ose e ka thonë dikujt promet, ka me të kry, prom shtë kja, pëtën. Sot është tjetër. Dhe që shtë të jo ndo fjallë, jo në thonë prom, ta shë sabat. Apo, pa du me pas kujdes, në qëfar dhe thane, ku u thonë, si u thonë, ku të mërinë citan, ku të mërinë shkput, ku të mërinë. Nëse citan dikan, fjallët e tua, qka dush thuj, unë e po thamë, të jo është e jotja, do me citu diken, me bë për gjestë, për fjallë caktuara, kujdes, kërkohet për pikri dhe kërkohet saktësi, jo ndrysha për. E në qofë se pretendon diqka, se që kja është e vërteta që unë e pretendoj, këtu s'ka citim, këtu ka argument, s'munësh me mbrojt pretendimin tënd me citimet e mija, po me argumentet e tua. E kuptove? Kjo rregull i rëndësishëm. Vallai këtu s'ka kome, shiko sa bukur ulemat e kanë rregulluar këtë çështje. Ku ka citim e ku ka argumentim. Tjetër që duhet pas parasysh është nuk lejohet gjymtimi i argumenteve apo. Për shembull, xhavarixhet kanë marrë vetëm ajetet që flasin për kërcënim. Ku ka kërcënim në ajet? Ku ka se kush e bën këtë gjuna shkon në xhenem, xhavarixhet ka unë këtën argumentet tona, pëtën. Andaj ka në përfundim, në basë të këtyre ajeteve, shika, së të në basë të në, të shë thëmë, ajeteve, thonë, në basë të këtyre ajeteve, aj që e bën një gjuna, është i dalën për feje, andaj ka me ne gjithë mund gjëhnem. Po, ka dalë që një dajet e tjere, apo, për andaj të ndërëzër, djetarët kanë thënë se, kur do njeri me nëzirë qëndrim caktuar, duhet me mbledh argumentet. Me i shoshit, andaj kjo punë e madhë nuk i takon çdo kujt këtë më bë. Prandaj du me qenë të kujdesshëm atë. Dhe gjithashtu nuk bën me i fut në konflikt, në konfrontim, sikur me pas kundërthënie argumentet mes vetë aftën. Po du të më gjetë mënyrë si i kanë pajtuar dietarët, nëse nuk ka mundësi me pas kundërshtim mes argumenteve. Gjithashtu për rregulla të rëndësishme është me pranu të vërtetën prej kudo që të vjen. Apo ka do që të vjen, i plotson standardet dhe rregullat e pranojmë të vërtetën, pa problem. Nuk kemi vija të kuqe me asken kur bie fjala për të vërtetën. Apo ka të përdorim këto vija të kuqe për koalicione kështu më radh në vija të kuqe me të vërtetën skema apo. Ku do që të vjen e vërteta? S'kena vija të kuqe me kërkon. Në qoftë se s'ka vija të kuqe me iblisin me pranuar të vërtetën. I ka thonë pejgamberi me Buhari's, merra se ka thonë të vërtetën dhe pse ai rran, mas saj s'ka vija të kuqe me kërkon apo. Kush do që ta shfaqë të vërtetën? Ama të vërtetën, me këto standarde, ti e pranon atë. Tjetra, të ndërlozër, në qoftë se zhvillohet një debat dhe polemike caktuar, dhe sunet përmesoj me dalë në shesh e vërteta, dalë janë shesh e të vërtetës, dhe njohja e të vërtetës duhet të bëhet përmes argumenteve dhe rregullave dhe standardeve caktuara, jo përmes njerëzve aftën. Nuk duhet me njohë të vërtetën përmes njerëzve, po e kundërta, njerëzit i njohin përmes të vërtetës apo. Kjo është rregulli i caktuar. Prandaj nuk themi se kjo është e vërtetë. Pse ka thonë filoni apo. Kjo mund me të shërbëj ty se ti s'ke aftësi me shkumatutje. Po kjo s'jap deri mja kontrazu dikujt tjetër se realisht nuk mundesh me kufizuar të vërtetën në qoftë se e kufizuar në emrin e mbiemën dikujt atë. Dhe gjithashtu rregulli i fundit është në qoftë se degradon debati dhe shfaqen kundërthënie dhe mendelesi, duhet me i thonë Allahu e bjen dillin ka lindja e dhe ka perëndimi, me dhon fund. Nuk lejohet me i në debat me njerë që prodhojnë kundërthënie dhe prodhojnë dilemat caktuara që nuk synohet zbardhja e tyre, po synohet mjegullimi i të vërtetës. Nuk bën. Dhe nuk bën me bo debat as diskutim kur bëhet fjalë për do të thotë
mendje lehtësi dhe bëhet fjalë për degradim të fjalorit a çka do qoftë tjetër, nga se mund të njolloset e vërteta. Kjo është rregull. Përjashtimet e caktuara pastaj i kanë të tjerat, po na s'po flasim për përjashtime, na po flasim për rregulla të caktuara. Për shembull, ti do me bind dikën për të vërtet caktuar, e shaj ai po bën hajgare me këtë punë. Ne këtë punë kreta. Se po nënçmohet e vërteta. Po nënçmohet Allahu dhe pejgamberi sa. Jo, apo kështu. Ja, don me debatu mirë, ama me kallzu mesele pralla nuk debatohet në këtë mënyrë. Dhe pika e fundit që me të du me përmbyll të ndërlozër është ajo që Allah e ka përmbyll këtë rrëfim. Allahu thot në Kur'an: "Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin." Allahu thot, Allahu nuk e udhëzon atë që është mizor dhe zullumçar. Jo që Allah nuk do më udhëzuar, po ai ka vendosur pengesa. Duhet ai me largu pengesën që me i bë dobi udhëzimi Allah xhallahu ala. E dietar kanë përmend disa pengesa që janë pengesa serioze që njëri me njoft vërtetën ose me udhëzu. Dhe ky udhëzim mund të jetë udhëzim komplet në fe, mund të jetë udhëzim në mesele të caktuara, udhëzim në qëllim të caktuar, mund të jetë i pjesërishëm dhe mund të jetë i tërësishëm. Por këto pika në vim që du me i përmend janë pengesa për udhëzim. Mundohu ti me i largu. Mos thuj po get filoni që shtu ka kapën, që ta s'po udhëzohet. Lej filonin. Ti mundohu me evitu nga vetja e këto pengesa që mos të ketë pengesë udhëzimi, të gjenë rrugën drejt te zemra jote. Nga pengesa e udhëzimit është padrejësia, zullumi. Ai që bën zullum ka pengesë që të udhëzohet. Një sikurse është shërimi. Udhëzimi është shërim. Njëri kur udhëzohet, shërohet. Ka dilemë caktuar, është udhëzu. Domthonë është shëruar nga dilema. A ka mundësi që mjekët mi adhon tamam ilaçin, krejt që thot, pse ka pengesë caktuar që po pengon funksionalizimin dhe efikasitetin e ilaçit të përdorur. Ka pengesë, se po nëse taj tjetri po bën, e ato pengesa pastaj mund të llojshme, jo me fajt të smurit, po them ka pengesa. Edhe këto pengesë është zullumi, padrejësia. Në çfarë do lloj niveli? Sa më e madhe, sa më e dendur padrejësia, aq më e pamundshme depërtimi i udhëzimit, nga se është e dendur. Andaj turimi nga zullumi, nga padrejësia. Tjetër që pengon pranimin e të vërtetës dhe udhëzimin ka vërtetë është mendje madhësia. Prandaj ka thënë pejgamberi se mendje madhësia është batarul haq, refuzimi i të vërtetës apo se pranon, s'ia bën me pranon piktina, kjo më ka zonë mua. Ekse më radhë. Andaj mendje madhësia është pengesë për udhëzim. Pengesë për udhëzim është zilia, hasedi. Pengon, e din që është hak, ama i vjen noti pse piktia apo. Se ja ka zili. Pse ky mur është para meje? E pse ky ja nisi më fal para meje? Apo e pse ky e kupton këtë para meje? Edhe zilia e pengon që të udhëzohet apo. Njësi kurse ka penguar shumë nga Kurajsh Mekës. I ka thënë pejgamberi sa, ja, i ka orinati Abu Jahlit, që është Bilalli me kuptu para Abu Jahlit që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i dërguar me Allah. Problema kjo. Hiçi Bilalin, apo që daluni parë që kanë pranuar Islamin, e kanë kuptuar më mësh më këtu, tani po. Jo, Allah Bilalin e hekum na. Nëse ne hekum Bilalin, i zi po e dojna. Edhe i varfën edhe arab, ama s'u ne qesëm. Zilia apo. Çeta ka thonë Abu Jahli, o Allah, nëse është e vërtetë, shikoj ka bëu dua, natën ka bëu dua Abu Jahli. Nëse është e vërtetë, kjo që thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mytna me gur, fa amtir alena hijaratan min as-sama. Zbrit në vend shiut gur, mytna me gur, mos na lë me nejt një saf me Bilalin apo. S'ma ban. Që ka mendim nasia, edhe që kjo zilia Allah në rruta. Edhe tjetra, që du me përfundu me të është epshi. E din, ama, ta në qysh me lun këtë, ishme praktis këtë, e që epshi është penges, epshi është shërë edhe për unitet, edhe për kolektivitet, edhe për udhëzim, edhe nuk ka hajrë që njëri privohet për ti, e që nuk mund tjetë një prej aty që e djegin këtë mirësi dhe pa mundsojnë arritin e saj të njëri, që më thëtë epshi. Ka lëllë epshi aty. Epshi i natyrat ndryshme, ama epsh, kojte e njërit, apo nuk mundet me braktis atë epsh. Para më ndoni, subhanallah,
kur njeri e bën kabull me braktis kënaqësinë e xhenetit, e nuk ka mundësi me braktis kënaqësinë e dunjas. Si a bën? Subhanallah. Sa është i lidh kjo për këtë kënaqësi të shkret, e të shkurt, e të ngushtë, e me 100 njolla e telashe, prap është i lidh për të apta. Andaj bëhet pengesë për udhëzim. Sikur se u bë pengesë me gjitha këto argumente, po veç me pa fytyrën e Ibrahimit e sa më dorë më uzu njëri më në smalla. Sa njëri në uzu se ka pa pejgamber se kon la ilaha illa Muhammed Rasulullah, ka pa kon hadha laysa wajhu kadhab. Wallahi se kam pa fytyrë kon, sa është kjo fytyrë rancë Allah. Ja, kjo fytyra disa, i ngjom në rancë atë. Dhe me pa Ibrahimit e sa më dorë më uzu, le më ton këto argumente. Ata në burg çka i thonë Jusufit alayhis salam, inna naraka, po të shohim që burri mirë të Muhsinin, na pedin që pa faje të këto apëtën. Po të shohim në atë sjetë, i njojmë në ata që duhet me pru këto apëtën. Që shtu i thënë Jusufit alayhis salam, ne i njojmë në ata ndryshe flasin, ndryshe sillen, tjerë në ata. Fytyra e të nuk është me konti këto, po qa me bo? Andaj, veç me e po, ama pengesë e konë. Jo veç e ka po, po dhe ka një Ibrahim alayhis salam, e ka po që shutol për zjarëmit e 10 argumente. Prap, unë e jep jetë e jep dike, subhanallah. Qëfar pengesë e trash dhe e dendur bëhet, pa drejtësia dhe gjitha këto elemente që pengojnë udhëzimin e njerit. Allahu xhallahu ala na ruaj nga sherri gjitha këto pengesave. Lutja Allahu xhallahu ala që rrugën që është mes neve dhe udhëzimit të jetë e hapur vazhdimisht. Të qarkullon lirshëm, lëvizje të lirë të ketë udhëzimi i Allahut, argumente dhe vërteta, pa asnjë pengesë dhe pa asnjë ndalje. Dhe Zoti na bëf nga ata që e mbrojnë fenë e tij dhe e mbrojnë të vërtetën, por me fakte, me argumente, me maturi, me urtësi, duke ndjek modelin e mësuesve të njerëzimit, pejgamberët Allahu xhallahu xhelalu. Me kaq po edhe fund, Zoti ju shpëlojë dhurat, në takimin e ardhshëm, sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin kathira.